Lufta në lindjen e mesme ka sjellë pasoja edhe në vendin tonë. Agjencitë turistike tregojnë se që me nisjen e konfliktit, rritja e çmimit të naftës ka ndikuar drejt për drejt dhe në shtrenjtimin e biletave të avionit. Sipas Mikel Zinxhiris, shumë persona kanë anuluar udhëtimet e tyre drejt Emirateve të Bashkuara Arabe, Katarit, Dubait dhe destinacioneve të tjera të rajonit. Ai thotë se pasojat e luftës janë reflektuar edhe në destinacione si Turqia, ku turistët janë të rrequr dhe po hezitojnë të planifikojnë udhëtime. Normalisht, gjithë teoria e luftës ka sjellë 20% çmimet e ngritura. Destinacionet si Dubai apo Doha, apo Riyadhi apo Abu Dhabi janë mbyllur 100%. Nuk është se kanë ngel, po themi, anullime të pjetshme. Në momentin që flasim, anullimi është i plot. Asnjë lloj bilete, asnjë lloj pakete s'mund të shitet në atë lloj destinacioni. Nuk mund të përdoren as për tranzit, po paketat e Dubait, ato që preferojnë tani, sa s'ka vajtur temperatura 50 gradë atje, se pastaj kur vinë qershori ishte vështirë domethënë të çosh njerëz në Dubai, janë bllokuar, nuk mund të shitet asnjë. Të gjithë punëtorët që janë me agjencitë e punësimit që do punonin gjatë sezonit të verës janë bllokuar në një pjesë në Dubai, një pjesë në Doha, një pjesë në Bangkok. Nuk mund të udhëtojnë. Ka ngel vetëm mundësi fluturimi ka ngel Stambolli, dhe duke qenë që ka ngel vetëm çmimi i shpesë fishuar. Edhe për një kompani që do sillte 10 punëtorë për një hotel të caktuar, nga 2500 apo 2700 euro që do pagonte për të 10, tani për të 10 duhet të paguaj 18000 euro. Është çik e vështirë kjo punë që kompania prit se tani të marrë përsipër gjithë kosto, se ki parasysh ata punëtorë sezonal janë. Ato kosto e transportit do shpërndajnë atë rrogën e 5 muajve. Po është tjetër gjë të shpërndash 270 euro për 5 muaj punë, dhe është tjetër gjë të kërkosh të shpërndash 2000 euro. Sepse i vetë rroga 40% më larg aty, pa ardhur fare këtu. Pastaj nëse lufta do vazhdojë në këtë nivel, kur çmimi i karburantit të ndryshojë në 40 me 50%, jemi të sigurt që do ndryshojnë të gjitha çmimet e shërbimeve si në Shqipëri, si jashtë Shqipërisë. Sipas Zinxhiris, nëse lufta vazhdon, çmimet priten të pesëfishohen, çka do të sillte një krizë të vërtetë edhe për agjencitë e udhëtimit. S'kanë qenë persona që kanë ikë nga Shqipëria, kanë qenë punëtorë që do vinin. Kanë qenë nga data 25, që ju ashtym biletën me 2 ditë, me 3 ditë, me shpresën që aeroporti do hapet për pjesën tregtare. Janë një sër klientësh të 2 kompanive që sjellin punëtorë. Janë duke rimenduar se vetë jo më para se sa 3 ditë, erdhi një ulje e re çmimesh nga destinacionet e Antalyas, vetëm nga frika e pezullimit të rezervimeve dhe është fakt, Egjipti doli tërësisht jashtë përdorimit në parim, të shikojmë nëse do ketë një mundësi që të rivendoset shitja. Po, ka patur, sepse nëse vjet në këtë kohë, në arkun e javës mund të bënim një bilet me vlerën e 40 apo 50 euro, tani është në vlerën e 10.000 lekë të reja ose 100 euro. Në një kohë ku përplasja mes SBA-s dhe Iranit vijon ende, pasojat e luftës po ndihen dhe po reflektohen në çdo vend të botës.